Dritan, ndërkohë si vlerësove bisedat se në Mar-a-Lago ka padur 2 takime të rëndësishme. Bisedat midis Zelenski dhe president Trump ishte një bisedë deri diku normale, nuk pati, pra Zelenski nuk arriti ato çfarë ai kërkonte të arrinte. Trumpi kishte një vendimarrje tjetër, pra tregonte që Trumpi kishte informacione reale kësaj radhe. Kam tani tha se për ndryshe më vonë Rusia mund të marrë dhe më shumë. Kishte informacione reale dhe konkrete nga terreni, pra kjo tregon që një pjesë e shërbimeve sekrete amerikane ka filluar të jenë nën kontrollin e presidentit, pasi deri para ca kohësh nuk kanë qenë në kontrollin e presidentit, pasi të gjitha shërbimet sekrete shisnin pralla, pra sikur Ukraina ishte fituese në këtë luftë deri më tash, por kjo tregon që ka ndryshuar këndvështrimi dhe qëndrimi, dhe duke ndryshuar këndvështrimi është rritur njohuria, dhe me rritjen e njohurisë është e vërtetë ajo që thot Trumpi, që në rast se nuk ndalet tashmë, më mbrapa do të jetë shumë e vështirë, dhe problemi është që më mbrapa ti humbet ato çfarë ke tash për negociata, pra ato kushte që ti mund i kesh tash ti. Pra ti mund të kesh disa favorizime tash për shkak të gjendjes së terren. Pra ti kontrollon disa pjesë të terrenit, kontrollon një pjesë të Donbas, nuk e çon, kontrollon një pjesë Zaporizhës, një pjesë tjetër, pra ke akoma zona të fortifikuara për të cilat duhet luftojmë. Për shembull, një nga zonat e fortifikuara që është kryesore aktualisht që ka mbetur është në Donbas, është një zonë e Slavjanskut përtej, është zona më e fortifikuar që kanë aktualisht ukrainasit, është digon një gjatësi 50 kilometra, ndodhen 3 qytete në të, përveç që është zonë e fortifikuar, ekstremisht e fortifikuar, tepër e fortifikuar, ka të bëjë është edhe një zonë me mbrojtje natyrore, pasi në të kalojnë 5 lumej të ndryshëm, dhe mbrojtja natyrore, pra pengesat natyrore, të kësaj do janë të jashtëzakonshme. Paralushme. Ka edhe këneta në të, ka edhe pyje rreth e rreth. Pra është një zonë për të cilën aktualisht rusët e kanë filluar të bëjnë veprime rreth kësaj zone, dhe kjo do ndryshojë edhe taktikën dhe operacionet e luftës në të ardhmen në të tilla zona, sepse nuk di se si do të kalojnë këtë zonë. Pra është shumë interesante për të parë, dhe në rast se vazhdojë këtë luftë, unë jam i bindur që pa 6 muaj rusët nuk mund të kalojnë këto pengesa dhe të arrijnë të marrin të paktën njërin nga këto qytete në këtë trekëndësh. Dhe të kemi parasysh që është një trekëndësh midis 3 qyteteve, dhe ky trekëndësh midis 3 qyteteve, parafshit 2 qytete janë paralel, një qytet është më mbrapa. Ky qytet që është më mbrapa është më i ngritur në anën gjeografike, pra që ndodhet diku rreth 200 e diçka metra i ngritur mbi nivelin e detit, më lart me këto, dhe komplet fortifikimet në këto 3 qytete janë bërë të nëndheshme. Pra, në momentin që vjen ndihma logjistika në qytetin e parë, asgjë më nuk kalon mbi sipërfaqen e tokës, gjithçka është poshtë, me trupa, me logjistikë, me gjithçka. Prandaj do të jetë shumë vështirë dhe minimalja. Ku ishte kjo Dritan, se duhet ta kemi hartën në Donbas. Në Donbas. Po, është Matan Kupianskut, pra sapo kalon Kupianskun dhe Siverskun. Unë harrova emrat atyre 3 qyteteve, kërkoj falje. Pa problem. Dhe jo është tjetra që për ta parë gjën më mirë. Po, kjo është tjetër mirë. Pra, Slovjansk Kramatorsk, është edhe një tjetër këtu, pra, është ky Slovjansk Kramatorsk, këto janë kryesorët, dhe kjo zona këtu, komplet kjo zona këtu. Kjo këtu është një rrezë kaq për 50 kilometrash. Pra kjo është baza kryesore për të marrë Donbasin. Pra ky 50 kilometrash. Dhe ky 50 kilometrash dhe pas këtij 50 kilometrash nuk ka më zona të merret ajo që është përcaktuar. Po sepse Donbasi është deri këtu, pra shihni Donbasin. Pra kjo e pengon përparimin e forcave ruse në rastin që në momentin që kjo thyet. Kjo bie, nuk ka më zona të fortifikuara dhe pengesa që të ndalin forcat ruse për të arritur deri në kufirin administrativ Donbasit. Dhe siç shihni, forcat ruse janë ndalur këtu dhe kanë filluar këtë rrethimin e xhepit, sepse është e pamundur që ta sulmosh dhe ta marrësh të. Për këtë, por edhe kjo, ti jeni bindur që pa 6 muaj nuk mundet të vinë forcat deri në këtë aspekt që ta rrethojnë. Pra minimalja duhet 6 muaj, dhe prandaj Trumpi thotë që në këto momente ti ke mundësi, pra ke karta që ti të bisedosh. Në momentin që të humbet ti s'ke asnjë kartë të bisedosh. Pra, nëse ulesh në tavolinë pas kësaj, ti s'ke çfarë mban. Pra këtu është gjithë problemi i saj me vazhdimin e luftës. Këtu ke çfarë negocion. Me vazhdimin e luftës ti humbet mundësinë e negocimit në tavolinë, pra e qëndrimit në negociata. Pra e ke më të vështirë të negociosh sepse terreni nuk ta detyron. Pra ajo çfarë tregon terreni është.